Tregohet për Sufjan al-Thauriun rahimahullahu taala, ka fal namaz dhe ka fillu namazin e akshamit të sunetit, e pastaj mos e ka fal farzin, ka fillu namazin e sunetit. Edhe ka rënë sejdë. Thuhet për këtë burr të madh, duke qenë sejdë, ka thirrë ezani i yacijës, që atëherë është ngrit pi sejdë dhe ka dhënë selam. Të na, imami 3 herë si të thot janë nisin me koll xhamati. 5 ajete me bot 6-in, 7-in, janë nisin me livrit ka pak. Shka e shtin ata me livrit? E shtin dynjaja, e shtin faktor të jashtëm, jo faktori i ahiretit dhe frikën dhe Allahut. Këtë burr ka rënë në akşam në sejdë është shumë yaci. E neve na duken as 30 sekunda sejdja e gjatë që kjo hoxha e zgati shumë. Po du me thonë një krahasim, Allahu t'i takon falëndrimi. Për para taravia në vendin tonë është fal 22 minuta rekordi. A është namaz ajo namaz? Kushtot që taravia falet për 22 minuta, ai nuk ka namaz. Ai ka bëj hajgare dhe shaka me fenë Allahut. E tash elhamdulillah, në këtë xhami dhe në shumicën e xhamive ka fillu përmirësimi i standardit namazit, më ia dhënë hakun namazit. Por a do të më koni knaqët edhe me që tha, jo, do të me shtu pak ma shumë. Edhe vazhdimisht, se ushimi i shpirtit dhe zemrës tënde është namazi, e namazi ko ka qëndrimi i parë, që ose donë Allah i më ta regullu qëndrimin ditën e kiametit dhe hesapin e mirë, atë regullu raportin me Allahun me namazin e dynja. Hatim el Esam ka thamë, është ngrit, thot ngritëm në namaz, edhe thot, vallahi saher, thot që falem, ndërgjani çfarë krahasimi ka bërë. Thot sa herë që ngritem për me i bë sejdë Allahut subhanahu wa taala, para vetit thot e shoh qabën, e vnoj në pasqyrim qabën, se më drejtu se Allah im ka thonë, më drejtu ka qabja kur të falna. Pastaj thot e paramendoj kamët kur i kam vënu, pasha Allahun e madh çdo herë namaz, e kujtoj thot urën e siratit helbet, se ura sigaratit është më e hollë se kimja e flokës. E mës lëvizi t'jam me kam të mija i koncentrum namaz, se ju kam drejtu Allahut subhanahu wa ta'ala. E thot në anën e djath e paramendoj vetëm se gjennetin, kur gjatë tjetër. E në anën e majt e paramendoj thot vetëm se gjehenemin. E pastaj thot vallahi mendoj se kjo është namaz, mendoj se me laqen e vdekje se kam mbi kokë. E pastaj, thot, ngritem dhe mendoj se kjo është namaz i fundit dhe takimi i fundit me Allahun, edhe në fund krejt, tham, o Allah, a thu valë ma ke pranu këtë namaz. Ki buri madh, tu e mendu gjennetin kratë gjatë, gjennemin kratë shmajt, me laqen për mi kokë, qabën para ftyrës, urën e siratit ndërkam të ti, i koncentrum me trupin dhe me shpirtin e ti, në fund thot, o Allah, kam friga ma ke pranu ose ma ke pranu. Qish është që ky namaz, dhe ajnë namaz i cili hin dikush, dhe hin dhe del, nuk e din cilën reqat është. Hin dhe del, nuk e din hoxha cilën sure ka kënut Kur'anit. S'po flas për sureve mrejna në Kur'an. Jam të folë prej 10 sureve, e kënoj elhamdulillahin me elem të rekejfen, a kullu vallahin, a kullu adhu birabil felek. Prandaj ti ki hi se vllai dashur në namazin atë sa ki frigë respekt madhnin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Talha al-Ansari radiallahu anhu ka qenë duke fal në baqen e ti dhe duke u fal e ka pa një shpend dhe është habit sa reqate i ka fal. Për herë të parë ndodh një send dhe shkon te pejgamberi alayhis salam thot ja Rasulullah, në mbaqe të fal, thot e kam hum koncentrimin dhe nuk e di thot se në cilën reqate jam kanë. Halli madh, derti madh. Një herë njeti pas ka hub reqatet në namaz, pse është ba një shpend në bafqin e ti, thot ja Rasulullah, kom ardhë më të adhonë bafqin hidije me dhonë sadaka. Se u ban shkak bafqja mu më koncentrojmë, qiti pi bafqeve të gjenetit, qiti pi rahmetit Zotit, qiti pi kontaktit me Allahun, shkak që kjo bafqe, ja Rasulullah, jepe sadaka këtë. Neve, kur të jemi në namaz, atëherë i bojmë projektet më të mira. Në projektin
para namazit, ose në namaz mrena kur të hish, që atëherë e ki. A di cili është projekti më i mirë i robit? Projekti më i mirë i robit është friga e Allahut në namaz. Një njeri po më tregon një ditë, tha hoq, tha mu ka kujtu, tha një projekt. Njeri i cili mirët me ndërtimtari. Tha pasha Allahun, ndërgjani shumë është më rëndësi kjo, se projekte njeri ka edhe në dynja dhe në ahiret. Edhe flet për projekte të dynjas në sezonën e ahiretit. Ramazani është sezon e ahiretit. E përgatitjes tonë. Edhe unë e veç i tham, a ka mundësi më të pyetve vëlla pa? Ka projekte cila kushton, është projekt depo, është projekt shtëpi, është projekt ndërtesë, është projekt komercial, është projekt dyqan. Dhe kitë kanë të ardhuna. E është një projekt për kitë njerëz njësoj, nuk ndryshon ai projekt. Ai s'do na armatur, as vizatim, e as beton në ta heq, e as shtratna dhe dekor dhe interier me shtin mrena, heq, një kvadrature ka ajo. Ajo është projekti i vorrit tanë. A ka dikun varr me 2 kilometra, me 5 kilometra, me matë madh, me matë vogël, me shtru, mës me shtru. Vorri është për i dheut, qitet 2 kubik dhe, vënohet gjenasja dhe vënohet në tanë. Kjo është projekti. Që këtë projekt është projekt i natyrshmërijës, prejnë Hazreti Ademin deri te i funit. Kërejt kene me shiu. Atëherë shioje me frigën ndaj madhnisë Allahut në namaz. Mas ban projekte namaz të dynjas, se një merë me vete në varë. Keme marë projekte në frigës ndaj madhnisë Allahut subhanahu wa ta'ala. Hoqë cilët janë ata sebepe që e qojnë njeriun me pas frigë Allahun? E para, në gjëni me vëmendje, është para pregaditja, para se me hinë në gjami, pregaditja të kush je të shku. Ti kur të shkojsh mësafir dikun, ki takim me dikan, bash hazër drejtor se me një njeri të madh, në thojza. A është më i poshtri ndoshta. A ndoshta nuk beson në njëshmërinë e Allahut, ti thuj i madh, nuk ka i madh, Allahu është i madh. Ti je të shute më i madhi, Allahu azza wa jalla në xhami, para përgatitë ndjenjën, shpirtin tan, zemrën tënde se je të shkutë Allahu subhanahu wa taala. Para kujt ki me dal, koncentrim dhe para përgatitje para madhnisë Allahut. Ka qenë një djetar apo tabin, i është zverdh ftyra para se me hinë xhami. E i thanë çfarë halli ki? Zakonisht njerëzit kur zverdhen kanë ja vdekje, ja vrasje, ja telashe, ja smundje, ja ndonjë hall. Thot pse e zverdh? Thot jem drejtu për me dal para Allahut, prandaj jam zverdh. Shife? Thot si më zverdhem kur unë jam të dal para Allahut. A më kur është zverdh? Para namazit, kur ka hinë mrena, me lot është falë dhe me frikë ndaj Allahut. Në hinë me duhan në bërë xhamijës, e simin gjendje me mush safin, 30 ditë mush në safin se nëzet jashtë. E se plëtson standartin e namazit, se thot pejgamberi se më falë namazin, dhe plëtson i safet, se plëtsimi i safet është prej plëtsimit namazit. Namazit tamam me saft plëtsum. Edhe ti se ne duron pak nëzetin, me hi, me mush safin, edhe do në ham flab, ham me hi në gjennet. Mës një kooperacion me bo. Prandaj ti nuk pedin vlerën, ka thonë Rasulullah i me mush safin, ti i thu jo, unë për falë në qefin të mdërhija gje. Qaj lot, qaj e gjerës, e cila gjerësohet duke u falë, ajo është shkim zjarmin e xhehenemit. Anë qofse ti je jashtë dhe xhamati janë mrena, namazi jot është me pikpyetje. E pse nuk po vjen ti në saf? Se ti s'pe ki frikë as Allahun e as pejgamberin, respektin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.